Në mbledhjen e sotme të Këshillit Ministrave, u miratuan 2 akte shumë të rëndësishme për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së dokumenteve të identitetit, të cilave u ka skaduar afati ose u përfundon ky afat në datën 11 maj 2025. Për shtetasit me vendbanim brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Nga një analizë të dhënave, rezulton se janë një numër i konsiderueshëm shtetasish me të drejtë vote, të cilëve u ka kaluar apo u skadon afati i vlefshmërisë së letër njoftimit elektronik dhe pasaportave biometrike deri në datën 11 maj. Këto janë dokumente të domosdoshme për të marrë pjesë në procesin e votimit. Miratimi i akteve normative merret me qëllim garantimin e të drejtës kushtetuese së të gjithë shtetasve për të votuar dhe pa pengesa për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Sipas këtij vendimi, afati i vlefshmërisë së mjeteve të identifikimit, letërnjoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike që përfundojnë në datën 11 maj 2025, shtyhen deri në datën 31 maj 2025. Së fundmi, subjekte politike i kanë kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ministrisë së Brendshme dhe Këshillit të Ministrave shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së dokumenteve të skaduara. Bëjmë dije se në janar të vitit 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju drejtua qeverisë nëpërmjet një kërkese lidhur me problemin e vlefshmërisë së dokumenteve të identifikimit për shtetasit që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në shkurt të vitit 2025 u miratuan aktet normative që kishin të bënin me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së kartave të identifikimit të shtetasve në diasporë. Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, institucionet e varësisë, si shërbimi i gjendjes civile apo agjenci të tjera, kanë ndërmarrë të gjitha masat për përmbushjen e detyrimeve ligjore për të siguruar që procesi zgjedhor i 11 majit të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe pa pengesa për qytetarët tanë jashtë dhe brenda kufive. Janë marrë ndërkohë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit zgjedhor nga pikpamja e sigurisë. Policia e shtetit do të kalojë në shërbim të përforcuar për të përballuar me sukses procesin para, gjatë dhe pas mbylljes së votimit, duke zbatuar me korrektësi ligjin dhe detyrimet që rrjedhin nga kodi zgjedhor. Duke përfituar nga ky komunikim, dua të bëj me dije gjithë qytetarët se po punohet intensivisht për të garantuar mbarvajtjen e aktiviteteve të rëndësishme që do të mbahen këto ditë në Shqipëri, të cilat janë Giro d'Italia, që do të zhvillohet nga data 8, 9 dhe 10 maj, si dhe samiti i Komunitetit Politik Evropian, i cili do të mbahet në 16 maj në Tiranë. Kërkoj mirëkuptimin e qytetarëve për bllokimet e detyrueshme në lëvizje dhe qarkullimin rrugor, të cilat siç kanë nisur të njoftohen, do të bëhen publike nga ana e Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Faleminderit.